Për të folur për dinamikat e Big Brother VIP dhe Prime-in e mbrëmshëm, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, ju duk Prime i djeshëm dhe kush ishin ato dinamika që u bën më shumë përshtypje? Prime i djeshëm ka qenë interesant, kemi parë goxha dinamika, kemi parë goxha debate, romanca gjithashtu si ditë Shën Valentini. Do ta nis nga pjesa e Kristit, e cila ka qenë shumë pritur na shumë prej nesh, edhe ka qenë momenti për shkakun që na të gjithë kemi pritur se çfarë vërtet do ndodhte me Kristin pas reagimit të tij që ka bërë, pas daljes së tij që ka bërë për herë së dytë prej murit, që kemi ndjekur gjatë ditës dije. Kristin e kemi parë goxha të lodhur psikologjisht, goxha i vrarë do ta thoja nga gjithë situata që i ka ndodhur gjatë javës të kaluar në atë shtëpi. Konflikti që ka pas midis Mirit dhe Rogertit dhe quja, ata kanë rënduar shumë në lojën e tij, edhe besoj se ka bërë që ai të marrë një vendim të tillë. Nuk më ka pëlqyer fare Kristi se si ka reaguar për të tërhequr vëmendjen dhe për të na shkaluar të gjithë situatat e tija që i ka ndodhur aty brenda, duke zgjedhur sërish dhe duke hedhur prej murit. Por që vëllai i madh është treguar zemër mirë, siç është treguar me shumë banor që duhet kishin dalë për asaj shtëpie, duke dhënë një mundësi ta nxjerrin një televotim për t'i dhënë mundësi publikut që të votojnë qoftë se duan Kristin të vazhdojë rrugtimin e tij në të shtëpi, po apo jo. Pothuajse me 73% siç u tha dhe prej Ledionit dije, Kristi ka fituar votat pozitive për të qëndruar në garën e tij, por me kushtet që atij të është penalizuar e drejta për të nominuar në lojë, të gjitha mundësitë favore për shkakun që të fitojë imunitete dhe gjitha ato që fitojnë banorët e tjerë. Domethënë, Kristi thjesht jeton aty për të lozur dhe për të mbijetuar dhe për të ngrënë. Të isha unë në vendin e Kristit, nuk do të vazhdoja me garën time. Do thoshti pse? Një arsye është sepse në qoftë se ti nuk je i barabartë në të tjetër aty, do të thotë që ti nuk ke më shpresë për fitoren në atë shtëpi. Kristi përderisa vendosi të hidhesh në atit prej murit për herë të dytë, duhet të kishte vënë pikën dhe të largohesh në shtëpi pa i dhënë mundësi të tretë vetes të tij, sepse nuk e di se çfarë do të japi me Kristi, edhe se si do e japi. Ka marrë shumë minuse dije në syrin tim dhe pothuajse në shumë syret publikut, pavarësisht se publiku ka dashur që të vazhdoj garën, sepse siç kam thënë, Kristi ka qenë lojtar, por vjen momenti Kristi bëhet shumë depresiv dhe reagon tepër ashpër në disa momente të tija, dhe nuk arrit ta kuptoj pse. Le të shpresoj që do ndroj çik strategjitë e qëndrimit të tij në ditët e vijim, pas kësaj bombes që atij i ndodhi. Por nuk besoj se do jetë Kristi i njëjtë. Në krau tjetër kemi parë një debat tepër interesant që prisnim kohë një ballafaqim Miri Selin, ku të cilët ja ballafaqojnë njëri tjetrin me disa pyetje edhe disa shprehje. Aty kemi parë që qartësi dije është ndarë pothuajse çifti krevatit i shumë diskutueshëm prej ditësh tani. I është bërë një pyetje që më pëlqeu shumë, se Selini është treguar tepër e zgjuar në këtë moment të lojës, për të larguar tepër bukur Mirin në krahun e saj dhe duke thëmbëluar që t'ia lërë në dini krejt atyre ato pikpyetjeve që ne kishim të gjithë, që a ka pëlqim, a s'kan pëlqim, a mund të jeni çift apo jo, duke drejtuar pyetjen që a ke ndier apo ndjen për mua. U duk qarta si sikleti Mirit në ato momente, sepse pothuajse kategorisht ajo ja ka thyer shpresat e lojës, se aty ne kuptuam që Miri e ka lënë të hapur këtë pyetje, sa herë i pyetesh kjo pyetja zëm prej Rogertit ose kushdo qoftë aty brenda, Miri nuk ka guxuar të thojë një jo ose një po, e ka lënë gjithmonë të hapur. Pse? Për arsye të lojës, edhe jo për arsye që të ngrej pikpyetje që po unë e dua. Dije është detyruar të japë këtë përgjigje, i është drejtuar me një jo, kur s'kam pas edhe s'kam për të pas pëlqim për ty ose ndjenjë për ty. I është shpërgjigj sërish pyetjes që po unë xhelozoj për kohën që nuk më fal mua, dhe jo xhelozoj në mënyrë erotike, ndjesie. Janë ndarë dije guri, janë ndarë, dhe me sa pam nga dije pas pramit janë krijuar 2 grupe në atë shtëpi. Grupi i parë është Selin
Selin, Kristi, Mateo, Brikena, Gimbo edhe Greta, ku të cilët performojnë një grup shumë pozitiv në syrin e publikut. Nga krau tjetër kemi parë që Miri tashme ka filluar bashkëpunon me Rogertin, Rogert, Artan, Juelën edhe banorët e tjerë nga pas, gjithashtu Senaldo me Malin i shoh që përfshinte grupi Mirit edhe Rogerti, diçka që më bën shumë çudi, por mbetet për tu parë, se s'dua ta komentoj akoma këtë pjesë të dy banorëve, Mali, Stenaldo. Po ashtu kemi parë surpriza që i kanë ardhur Artanit nga gruaja e tij, një grua të mrekullueshme, edhe një surprizë tepër emocionuese ndaj gruas të tij dhe rrëfimi që ka bërë Artani për jetën e tij dje. Por edhe një diçka shumë e bukur ka qenë dhe diskutimi Mateo Brikena, të cilët kanë filluar dhe i japin, ajo në fakt ka filluar dhe i jep pak më shumë kësaj lidhjes marrëdhënies dhe ta quajë, diçka që i pëlqen shumë publikut dhe publiku surprizon dhe mezi presin që të ndodhi diçka më tepër në këtë lidhje. Në fakt ju përmendët pak më parë edhe ndarjen që bëri Miri me Selin. Nga kjo mënyrë si u ndan, kush duket se ka përfituar më shumë, Selin apo Miri? Shiko, dy prajmet të mëparshme, kemi parë që Selini është goditur mjaftueshëm prej produksionit e prej gjithë situatave aty dhe ka qenë e vetmja që ka dalë e keqe. Miri ka qenë gjithmonë i përfituar ndaj këtyre situatave. Por nga dje, në syrin tim të flas gjithmonë, me favorshme ka dalë Selini, e cila mori guximin që të ndahet në gjithë kjo lojë dhe të ngrihet në këmbët e saj dhe të krijojë lojën e saj me avantazhe të ndryshme përveç se Mirit. Kështu që Miri ka humbur një lojtare tepër të fortë në krau i tij, i është prishur totalisht ajo ideja dhe loja e tij që i ka nisur që në ditën A në atë shtëpi, kështu që me favorshme është Selina në këtë situatë edhe ai që humb më shumë dhe ka humbur më shumë është Miri, i cili po fillon me sa po shoh një lojë të pisët së bashku me Rogertin. Të theksoj me Rogertin me të cilin ai nuk ka shkuar kurrë dhe kanë kundërshtuar që në ditën e parë që Rogerti ka hyrë aty. Dhe kjo më bën përshtypje që pse duhet të bjerë në atë nivel që të shkojë dhe të bashkëpunojë me atë në lojën e tij. Kur përkundrazi e shoqja e tij, me të cilën ka pas dhe një bisedë para disa ditësh, dhe pas një postimi të saj e cila ka postuar në TikTok duke kryqëzuar Rogertin dhe reagimet e tij dhe duke kërkuar prej produksionit që të merren masa kundrejt Rogertit, ne pikërisht pas Prime Media shohim bashkëpunimin e këtyre të dyve që vjen nga sot. Mbetet për të parë se si do vijojë dhe si do krijohen këto alande, por ditë të them që të qoftë se vjen sipas idesë atyre që unë kam kuptuar këtyre ditëve, si përfundim Miri në fund do haj kokën e tij së bashku me Rogertin, sepse janë dy aleanca që duan që të dy të jenë koka e çdo grupi, kështu që mbetet për të parë në vitin e vazhdimit. Klevis, kë shikon fitues të Big Brother deri në këto momente? Që shikoj fitues? Po. Shikoj, është herë e parë që për ne është shumë e vështirë që të kemi një pretendent për fitues. Kemi dëgjuar mjaft opsione, mjaft opinione çdo lloj, secili që ka kaluar aty brenda. Po thoshë Luizi ka deklaruar si fitues që do me gjithë zemër Stenaldon. Dëgjojmë banorë që dalin, disa thonë Stenaldo, disa thonë Kristi, disa thonë Selini, disa Miri. Është shumë është momenti i gabuar për të drejtuar gishtin te dikush dhe t'i thuash që po ky është lojtar, sepse përkundrazi nuk kemi parë ndonjë lojë që se kemi parë në Big Brother të mëparshëm. Do të thoshem, nuk po shohim një strateg që ta luajë atë lojën siç duhet të luajë, që dhe ai të favorizohet në syrin e publikut dhe të thojë po ky është. Shohim që Mateo ka mbështetje më tepër për romancën që ai bën me Brikenën, është edhe lojtar. Shoh që publiku e dashuron edhe Mateon që të jetë një pretendent si fitues, por unë nuk e shoh akoma në nivelin e dur Mateon që të them që po, ky e meriton ta fitojë Big Brotherin. Mund të them me plot bindje që po e meriton Stenaldo për mosaftësinë ai që ka për si verbër që është dhe për mundësinë që ai jep vetes të tij dhe na jep pak shpresë që shiko, sidoqoftë e ke mundësinë për të bërë
ëndrrën tënde realitet. Por nuk mjafton kaq. Big Brother nuk fitoj sepse ti je i verbër, Big Brother nuk fitoj sepse ti je i dashuruar ose krijon një lidhje aty. Big Brother nuk fitoj duke kopjuar lojrat e mëparshme. Duhet ta gjejnë pak se si mund ta fitosh të Big Brother ata aty brenda. Rogerti pothuajse që mendojnë sikur mund të jetë një fitues në mendjen e tij, siç ai na e tregon. Rogerti nuk është absolutisht një fitues. Rogerti është një antagonist në të shtëpi. Asgjë më tepër. Thjesht krijon situata dhe krijon sherrre. As kjo nuk të bën ty një fitues në të shtëpi. Nuk kam të t'jap një emër konkret Guri. Nuk do të t'jap një emër konkret sepse për syrin tim unë nuk shoh asnjë fitues momentalisht. Duhet të luftojnë goxha fort lojtarët e dy brenda që në syrin ton të duken si një pretendent i fituesit të këtij edicioni. Levis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.